Ka përfunduar seanca jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës, në të cilën në rand dite ishin 5 pika për shqyrtim. Gjatë kësaj seance nuk ka kaluar propozimi i lëvizjes vetëvendosje për shmangje nga fatet procedurale për rishikimin e ligjit për buxhet të vitit 2026. Mocioni mori 58 vota për, 48 kundër dhe 1 abstenim. Po ashtu Kuvendi nuk miratoi shmangjen nga fati procedural për projekt ligjin për parandalimin e pastrimit të parave dhe luftimin e financimit të terrorizmit, me 58 vota për, 48 kundër dhe 3 abstenime. Nuk kaloi as mocioni për shmangje nga afatet e rregullta për projekt ligjin për energjinë elektrike, ndërkohë në shqyrtim të parë, projekt ligji për energjinë është miratuar në parim me 58 vota për dhe 15 kundër. Gjithashtu nuk ka kaluar as mocioni procedural për Byron Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, pavarësisht se mori 62 vota për dhe 48 kundër, pasi nuk arriti shumicën e nevojshme për shmangje nga procedurat e rregullta.